Mirë se u rikthyer drejt për drejt në rubrikën Opinioni News 24. Kjo hapësirë sot do t'i kushtohet grupimit të tifozave kuqezi, kryesisht pas ndeshjes së Shqipëri-Izrael, ka dalë me një vendim në datën 15 nëntor, të cilin edhe ta shohim me detaje më pas. Me ne në studio është Albi Lamaj dhe Regjino Skënderaj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përpara se të nisim bisedën, ndjekim një kolazh të shkurtër me disa nga koret dhe qëndrimet e grupimit të tifozëve kuqezi në disa nga ndeshjet kyçe të Shqipërisë gjatë këtij vitit fundit, duke nisur me Shqipëri-Serbi, duke përfunduar me Shqipëri-Izrael. Përmbledhur pra kështu atmosferën disa prej ndeshjeve kryesore të këtij viti, ovacionet, brohoritjet e tifozave kuqezi, të cilët, siç e thash edhe në hyrje të nisjes së këtij transmetimi të rubrikës Opinion, kanë dalë me një vendim të datës 15 nëntor, me njëherë pas ndeshjes Shqipëri-Izrael. Kanë shkruar një status në Facebook, të cilin e bëjnë me dje, dhe unë e citoj edhe njerë si më poshtë, përpos faktit që e kemi cekur në edicionet informative. Të nderuar tifoz, ajo që ndodhi në ndeshjen Shqipëri-Izrael nuk kishte të bënte asgjë me lojën e bukur të futbollit. Atë ditë tifozët shqiptar prezent në stadium dhe jo vetëm ishin viktim e terrorit shtetëror. Andaj, përshkrimi apo prezantimi çfarëdo fakti nuk mund ta përshkruaj që tifozët shqiptar përjetuan nga policia e shtetit shqiptar. Ne jemi tifoz që e duam këtë kombëtare dhe këtë Shqipëri. Për arsyen e lartcekur dhe duke parë që ky terror i policisë po përsëritet tash e disa ndeshje, tifozat kuqezi janë të detyruar të marrin vendim për bojkotimin e të gjitha ndeshjeve të radhës brenda, përfshi këtu edhe ndeshjen me Liechtensteinin. Kombëtaren do ta përcjellim vetëm në transferta atje ku na respektojnë. Me këtë rast, të ftojmë policinë e shtetit shqiptar që të pajisur me Kalashnikov dhe me armë të tjera të bëjnë tifozin në tribun. Për veprimet dhe format e organizimeve tona të radhës, do ju njoftojmë me kohë, me sinqeritet, tifozat kuqezi. Në fakt, faqja në Facebook e tifozave kuqezi është me update të plota, mund themi orë pas ore. Aty janë të detajuara të gjitha organizimet e ndeshjeve, qoftë edhe për tribunën, për biletat, siç ishte edhe ndryshimet e stadiumit. Ishte fundi i durimit ky që dolët në këtë vendim? Faktikisht ishte, domethënë, siç e themi neve, është mbushja e kupës, domethënë. Ky dhunim shumica ka marrë sikur është bërë vetëm për pjesën e ndeshjes së Shqipëri-Izrael, por ky dhunim ka ardhur shumë më herët. Domethënë, ky dhunim agresiv ka nisur që me ndeshjen me Portugali në sezonin e kaluar të Europianit, që ishte një mos them një aksion për parandalimin e Serbisë. Domethënë, testi i parë i këtij brutaliteti ka nisur me Portugalinë. Nëse do e marrim si analizë. Organizimi i dështuar i ndeshjes ka herë, nuk është që ka ndodhur tani, jemi të gjithë koshent. Po flasim për agresivitet. Agresiviteti ka filluar që me ndeshjen me Portugalinë, ku njerëzit janë
janë dhunuar, se ju thoni që dhuna është vetëm fizike, nuk po flasim për dhunë fizike, se ku arrisim të dhuna fizike, personi arrestohet dhe shkon në burg dhe nuk merret vesh çfarë ndodhi me të. Po flasim për dhunë verbale, dhunë që parat, monedat që ti ke, aq sa janë, ti ke fituar me djersa ato, policia të dhunon dhe thot hidhi për to. Bluzën që ti e ke bler diku, që ka kushtuar një X lek, policia të zhvesh dhe të thot hiqe këtë ose nuk futesh në stadium. Një kompetencë e cila nuk e ka policia shtetit. Dhe nuk ka pse të hyjë kësaj kompetencë është policia shtetit. Policia shtetit ruan rendin. Dhe kjo është ngatresa që është bërë sot midis policisë, federatës edhe neve. Policia shtetit është mbështetëse e organizimit. Kjo ka ndodhur që me ndeshje me Portogalinë? Me Portogalinë ka ndodhur agresiviteti. Pastaj polemikat shpërthyen në ndeshjen me Serbinë. Me Serbinë ishte që fillon në gjëra shumë absurde, domethënë edhe celularat që kushtoshin në 20.000 lekë nuk t'i lejoshin t'i futshin. Sendet personale janë personale, nuk ka njeri, nuk ka shtet ose ligj në botë që ti ndaloj, vetëm ku futesh në burg. Ku futesh në burg, sendet personale t'hiqen dhe e njëjta gjë ndodhi dhe në stadiumin shqiptar. Të hiqen monedat nga policia dhe futesh në stadium të kthejnë kusur me monedha. Kjo është një dhunim, besoj, nuk edhe deklarata jonë ka marrë goxha hop, me sa shohim, edhe vjen si shkak analiza që kemi bërë ne është që gjithë janë dhunuar në kjo. Nuk është që jemi vetëm ne tifozat e tribunës që rrim brava porte, është dhunuar dhe ai tifoz që ikën te tribuna që e blen atë biletën shumë më shtrenjtë se ne, është dhunuar dhe gazetarat që ikin atë ndeshje. Janë dhunuar, por nga shteti janë dhunuar, është dhunuar dhe institucioni federatës që shteti prap nuk i lën të bëj punën që ato janë për të bërë. Organizimin e ndeshjeve e bën vetëm federata. Çfarë ndodhi në këtë ndeshje? Në këtë ndeshje kryesisht. Në këtë ndeshje. Ishte masat e sigurisë ishin shumë më të larta. Në këtë ndeshje ndodhi ajo faktikisht nuk është që nuk u prisje, po që tham që do kaloj. Këtë ndeshje po ta shohësh edhe faqen e policisë, propaganda ishte polica me armë për t'i treguar tifozëve kush jemi ne. Domethënë ka nisur dhuna mediatike fillim. Facebooku, policia shtetit, do mbroj këtë, do mbroj atë, domethënë dhuna fillon, nuk është që të shfaqet aty, fillon që para se të fillojë ndeshja. Kontrollet e imësishme kanë qenë në absurditet. Në absurditet që personat që mbashin veshur çerçis popullin, janë detyruar o hiqeni ose nuk futeni në stadium. Dhe ka filluar kamuflimi, ti thoshim është mërgim avraj ose na i futbollisti kombëtares që të lejohet të futej. Domethënë në këto lloj absurditetesh ka arritur kulmi i arrogancës. Dhe po flasim dhe për arrogancë, sepse një polic ka të tjera protokollin e vet e ka ndryshe nga një steward. Dhe ajo që pak a shumë kërkohet, nuk është që po kërkojmë bëjmë atë që se ka Evropa. Ne po kërkojmë çka ka Evropa. Evropa ka federatë që organizon ndeshjen, steward, dhe policia është mbështetëse. Në asnjë vend të Evropës nuk kemi pa policë të presi biletën. Snov në asnjë vend. Kontrolloi policia nuk ka ndodhur në asnjë vend të Evropës. Francën marrim rastin e Francës, ishte në alert, ishte kodi kuq. Më shumë se 5 minuta nuk ka zgjatur një kontroll. Ndalemi pak te kjo çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet mëngjërsisht, edhe për bluzat me simbole të ndryshme. Regjino. Po. Çfarë është e lejueshme dhe çfarë nuk është e lejueshme? Konkretisht, unë kam qenë me këtë bluzë ditën e ndeshjes dhe nuk më është lejuar, duke qenë se këtu është figura e Adem Jasharit. Adem Jashari është hero kombëtar, edhe busti i tij është mes Tiranës. Edhe këta nuk e lejojnë në stadium. Po ka një bashkërendim paraprak se çfarë lejohet dhe çfarë jo. Dëgjoni, ju lutem, më njoftojnë që sapo ka një reagim të Federatës Shqiptare të Futbollit, është një deklaratë e imësishme në fakt, nuk e di nëse do të mundemi ta lexojmë të gjithën. Erion Shkambi më informon për këtë, gazetari i Sportit. Deklarata e fundit e grupimit të tifozëve kuqezi për bojkotimin e ndeshjeve të kombëtares shqiptare është përcjell me vëmendje dhe seriozitet nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, duke konsideruar grupimin TKZ, pra tifozët kuqezi,
dhe në përgjithësi të gjithë tifozët shqiptarë si një faktor shumë të rëndësishëm në mbështetjen që ka bërë skuadrës kombëtare, ne shikojmë me shumë shqetësim vendimin e tyre. Kjo sepse mungesa e tifozerisë në stadium përbën për ne dhe skuadrën mungesën e një aleati të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm. Të luash pa lojtarin e 12 do të thotë që të hysh në fushën e lojës me një lojtar mangut. Federata i bën thirrje grupimit TKZ që të ndryshojë qëndrimin që ka në lidhje me këtë vendim. Me një gjykim më gjakftot dhe dashamirës duhet të rikthehen në stadium në vendin që u takon, duke i lënë mënjan mëritë dhe qejfmetjet, duke kapërcyer mbi to, duke u bërë të gjithë më të gjerë dhe duke menduar për qëllimin ton të madh të jemi një suport i rëndësishëm për skuadrën ton të dashur, e cila na ka bërë shpesh të lumtur dhe krenar me paraqitjet e saj. Kjo ndeshje kishte specifikat e saj nga pikpamja organizative për hir të ndryshimit të qytetit dhe stadiumit ku do të zhvillohej ndeshja, u desh të kryenim një punë kolosale në kushte realisht të vështira. Konvertimi në një kohë rekord i biletave të programuara për në stadiumin e Shkodrës ishte një aksion që vështirë se një organizëm tjetër mund të realizonte. Në kushtet e krijuara dhe ne ndeshëm shumë vështirësi për të realizuar organizimin e një ndeshje model sipas standardeve të UEFA-s. Është i gjatë në fakt reagimi i Federatës Shqiptare të Futbollit, por thotë që tifozët gjithashtu thotë sakrifikuan. Gjithsesi nuk ka cekur ajo jashtëzakonisht. Pra lutet Federata që të ketë një ndryshim. Gjithsesi dhe në reagim nuk ka cekur atë që realisht edhe nga ana jon kërkohet. Kërkohet distancimi i kësaj dhune. Domethënë aty nuk është cekur fare pjesa pse ne bëjmë këtë. Ne nuk është për arsye. Nuk është që humbëm rezultatin, ne kena shkuar edhe ku kena humbur më thellë. Ne kena mbështet ekipin kombëtar. Nuk po cekim këtu e duam kombëtarën se duam. Bojkotimi është për brenda mshvik. Domethënë bojkotimi jon është që lidhet më shumë braktisja e vendit tonë. Në këtë mund ta kapësh ti sens emigrimi. Ne emigrojmë në ky vend që po e shohim që s'na don. Nuk duket se ka reflektim. Edhe te rregulloria të cek diçka, se ndoshta Regjino nuk e ka lexuar, unë jam marr pak më shumë me pjesën e rregullës të UEFA-s. FIFA, sepse organizimin e bën FIFA, jo UEFA në këtë ndeshje, FIFA ka një rregullore të përcaktuar. Nuk ka as të shtosh gjëra, as të heqësh gjëra dhe janë mos në rregull. Dhe FIFA nuk të thotë ty, nuk të lejohet bluzja. Nuk e ka të përcaktuar bluzën. Cili është thelbi që kërkon FIFA? FIFA kërkon një organizim siç e bëjnë shtetet e tjera, vetëm këtu nuk bëhet. Kërkon FIFA pra që mos ketë shfaqjet. Jo, nuk e kërkon FIFA çfarë bluzet të zhveshë policia. Nuk thot FIFA ju zhvishini tifozët, mos i leni në stadium. Mund të ketë forma provokative. Jo, sepse në asnjë provokime raciale, etnike. FIFA funksionon me gjoba, nuk funksionon me dhunë. Funksionon me rregullat e veta. Në asnjë merrni listën e federatës të gjobave që ka marrë nga FIFA dhe në asnjë gjop nuk është cekur bluzet apo monedhat. Nuk janë cekur. Monedhat, bluzet. Japim pak kohë edhe djalit, që kjo pjesa e monedhave, na sqaro pak lutem. Si ishte pjesa që unë pas t'japim kusur? Po, pjesa e monedhave ti hedhin kur futesh në stadium, domethënë sipas atyre me arsyen se ti mund të jetesh në fusë, mund të godasësh. Po ashtu edhe varset e çdo sent tjetër. Madje edhe telefonçelcat me kështu. Edhe telefonat nuk i lejon? Edhe telefonat bëjnë njëra ashtu, një pjesë. Varet çfarë policia, po kryesisht po. Çfarë ndodhi? Ka pasur debate gjatë këtyre momenteve kur janë zbrazur xhepat, janë hedhur monedhat, është folur për bluzën? Po, kemi pasur reagimi direkt, domethënë është një sjellje që nuk kërkon dot të drejtën tënde. Direkt do të gris biletën, të fus brenda, vetëm këto janë. Pra si pozicionuar ju këtë herë? Ne ishim pozicionuar në tribunën C2A, pasporte. Aty ku kemi qenë gjithmonë në ndeshjet të Shqipërisë në Elbasan. Po, më thoni diçka sepse ne pam jo më kot ishin disa pjesë nga ndeshjet të caktuara. Pam atë banderolë të madhe gjatë ndeshjes Shqipëri-Spanjë, nuk shitet pasioni për kartën e tifozit. Ka pasur her pas here apo jo? Nuk është hera parë, ka pasur gjatë gjithë kohës mes grupimeve ndryshme dhe federatës. Ne kena pasur përplasje, le themi, pak kënaqësira, shprehje. Diskutohet, ne kena pasur gjithmonë atë reagimin kritik në lidhje me federatën në disa politika që ato bëjnë, realizojnë. Ato me të mënyrën e vet ne kemi drejta, ne kemi perceptimin ton që janë gabume. Dhe ajo parulla që peti ishte thjesht një reagim kundra disa politikave që ato po ndjekin.
Po kjo nuk do, thjesht nuk dosha të fokusohesha tek pjesa e politikave, sepse ajo që vërtet deklarata jonë e ka sensin, e ka tek dhuna dhe sot as federata me deklaratën e vet nuk e dënoi këtë dhënë. Domethënë, sipas federatës ju hajdeni edhe ju e quani normale këtë përplasje të erpasishme federatën për rregullat ndryshme për kërkesa të ndryshme. Ajo që juve ju ka prekur dhe nuk keni kthim mbrapa është përballja me policinë e keni, me kë e keni tani. Me gjithë bashkë ata që kanë liguar organizimin, nëse policia e ka fajson edhe federatën që s'duhet lejon të përballjen e tifozëve me policinë. Duhet të ishit me stuar. Duhet me stuar. Domethënë, organizimi është kompakt. Federata i thot policisë disa gjëra, policia ato gjëra që bën edhe bot pak një rromuj në kompetenca. Terror shtetëror nga ana tjetër përmend një mërgim Mavrajn si të vetmin lojtar të kombëtares që jo ose ndër të paktët, le të themi kështu për të qenë më të saktë, që mbështet tifozët kuqezi dhe është kundër dhunës së ushtruar. Pse tjerët të heshtin nuk ka reagim nga ata? Tifozët janë pjesa, le të themi, më zjarrt krau i djathtë i nuk është që kemi kuptuar këtë pjesën e reagimit, ndoshta janë dhe kontrolluara nga menaxherët, nuk kemi domethënë edhe Mavrajt nuk është që kemi kërkuar neve të dalë krah, thjesht e ka bërë çfarë dëshirë. Ka qenë mendimi i tij. Edhe prandaj ndoshta edhe vlerësohet akoma më shumë edhe nga pjesa e tifozëve, sepse fundja edhe lojtarët nuk do të pranojnë këtë lloj represioni, se fundja nuk është prandaj po themi që ky represion nuk është bërë vetëm tifozëve. Domethënë është bërë gjithë popullit, edhe atyre që ishin në Elbasan, edhe atyre që banojnë në stadium, i ka rënë për të jetuar afër stadiumit dhe ato kanë qenë dënuar. Domethënë, edhe këtu asnjëri, domethënë më e rëndësishmja është që ndeshjet kalojnë dhe asnjëri nuk merr përgjegjësi. Dhuna policore nuk është vetëm në kombëtar. Dhunën policore ti e ke edhe në kampionatin shqiptar. Mirë, po. Po flasim që ti sot akoma nuk ke një të dënuar. Një polic u vra një tifoz në Vlorë. Para një viti mos gaboj, akoma nuk dihet çfarë ka ndodhur. Nuk ka një informacion sakt, e shtyur policia apo nuk e shtyur, dali një vendim ose diçka. Albi, si do t'i përgjigjeshit ju reagimit Federatës Shqiptare të Futbollit për kthim, apo kjo duhet marrë vendimin e ekip sigurisht? Normalisht do diskutohet me grupin, po thjesht tek deklarata që e lexuam nuk është që ceku diçka që neve na prek, ne nuk është që po ikim na kombëtarja sepse nuk e duam kombëtarin ose kena probleme shumë thelbësore me federatën, ne po ikim nga ana e dhunimit që po na bëhet. Dhe minimalisht do kërkoshim që mirë, thuhet, meritonin një trajtim më qytetar. Diskutohet, domethënë ne këtë trajtim ne e marrim shumë më të mirë në ushtrat e policisë u deformuan në terren, ka vazhduar letra e federatës, ka pasur disa. Dhe rasti që thonë rastin e pjesës që ishte rrezik në gjithë botën, po marrim vendet europiane ku ka rreziqe reale, sepse këto po na paraqisin si rrezik real. Nuk zhvillohet ndeshja. Në terror ti nuk ke drejt të dhunosh qytetarët e tuaj në të tilla raste. Domethënë dhuna dënohet. Nuk do të thotë që të bësh dhunë fizike, po është dhe dhunë psikologjike. Çfarë mendimi kanë grupimet e tjera? Tifozët kuqezi janë grupimi më i madh, por natyrisht ka shumë grupime tjera që vinë në mbështetje të kombëtares. Me sa kemi parë deklarata zyrtare që kanë dalë tifogrupet e tjera dhe çdo tifogrup tjetër që mbështet kombëtaren ka qenë për bojkot. Bojkot sepse na Tetova, na Shkupi janë ndaluar në kufi, nuk janë lejuar nga policia për arsye absurde apo për arsye fare. Kaq. Edhe ata kanë pasur probleme, një lloj si neve. Mos gabojnë, Maqedoni ka pasur që kohë përpara, kemi dëgjuar thirrjen stadium të Maqedonisë kundër krejut federatës ose ato kanë qenë zëvruar në disa raste që nuk u lejuan fare. Secili grupim ka ato politikat e vetë që ndjek, por thelbi është që në organizim ndeshje që bën në Shqipëri nuk asnjë nuk ikën i gëzuar. Domethënë ti ikësh në ndeshje, sidomos ndeshje me Izraelin, është hera parë, ne kemi pas transferta për tik në Serbi dhe nuk na kanë marrë njërin telefon nga familjarët të shqetësuar në kjo ndeshje, ikëm në Elbasan, marrin telefon, shife policie madhe, shife armët. Po ka qenë ndeshja më nuk zhvillohet, ndeshja në tilla kushte nuk zhvillohet. Është çështje edhe nuk zhvillohet, thjesht nuk zhvillohet. Nëse ka real, edhe ne do ishim më të lumtur. Nëse rreziku është kaq i madh. Nëse rreziku është i madh, nuk zhvillohet. Ti nuk ke drejt të dhunosh qytetarët. Ky është thelbi i një qytetarie. Dhe më e keqja e kësaj, po reagimet e policisë mbrapa, si me rastin e Serbisë, thotë ne kemi marrë levdata. Nuk mund të marrësh levdata ti ku ti ke terrorizuar popullin. Ti ke shkel gjithë drejtat e njeriut, se drejtat e njeriut janë
po ti kapësh një një, të gjithë i binë të futen në burg policët. Se kanë bërë një udhër të padrejtë. Domethënë ti të dënosh qytetarët. Personalisht si e trajtuar në stadium? Personalisht jam Këtë ndeshje. Këtë ndeshje stadium kemi netur, jam futur diku në ora 7, jo me grupimin bashk. Ishte 4 orë përpara siç e parashikonte akomodimin në stadium? Disa janë futur dhe 4 orë përpara, po ti nuk mund të shkosh 4 orë. Domethënë nuk është normale as njerëzore të shkosh 4 orë përpara stadium, sepse ai stadium nuk është që ty të ofron ambiente rekreative dhe ti që mund të shtysh atë 4 orëshi në stadium. Po kishte një rregull që ishte vendosur. Po, dhe nuk është u zbatuar në gjithë. Gjithsesi, ne kemi pritur diku tek 2 orë, tek dera, desha filloi dhe kishte akoma edhe 200 veta tjerë në radhë me mua që nuk ishin futur akoma sepse kontrolli shkoi deri në atë pikë tek kputucët. Domethënë hiq kputucët, hiq edhe nuk ikim në stadiume më edhe aty ku janë nxehta nuk bën vaki ky lloj trajtimi dhe nuk është vetëm ndeshje me Izraelin. Ky lloj trajtimi është me të gjitha ndeshjet. Dhe nuk bëhet shtet, nuk bëhet qytetari me terror. Kjo ka qenë më përpara. Është folur me federatën? Ka kanale komunikimi mes grupimit dhe federatës? Këtë desha, do të cek dhe këtë pjesën. Gjithmonë edhe federatës i kemi thënë duam takim tresh, polici, federat, tifoza. Në të gjithë to takime treshe, mu personalisht më ka qelluar në disa raste të jem edhe me drejtorat e policisë, edhe në të gjitha këto raste rekomandimet që japim neve ose federata në tillë rast, që prandaj nuk dua ta çoj 100% fajtore në gjithë këtë, kanë qenë rekomandime që sendet personale të njerëzve nuk duhet i cënoni, sepse është e drejta personale, nuk e ndalon as rregulloria e FIFA-s dhe s'ka drejt. Reagimi i policisë ka qenë reagim arrogant që ato i dim neve dhe juve thjesht do zbatoni ato që do bëjmë ne. Domethënë prandaj dhe deklarata në sajt të takimeve dhe të dështuara në krah të policisë, sepse ti ku hikën diskuton me një drejtor për organizimin, ti diskuton që ai të marrë një ide tënde më të mirë. Dhe jo thjesht ai thotë që do bëni këtë gjë, sikur ne jemi robota dhe ne jemi ushtarak që zbatojmë urdhrat e përpikta që duan ato. Se nuk e quam deri në fund, pavarësisht kësaj, federata kërkon më shumë mirëkuptim dhe bashkëpunim me grupet e tifozëve, vetëm mirëkuptimi dhe bashkëpunimi do të përmirësonin komoditetin tuaj në stadium. Ne do të bëjmë maksimumin, shpreh Federata Shqiptare e Futbollit, për të qenë një interlokutor i rëndësishëm midis të gjitha palëve për të patur një mbarvajtje sa më të mirë të punëve në të ardhmen. Kjo është paragrafi fundit që zotohet Federata Shqiptare e Futbollit. Kjo fjalia që është evidentuar në ekran të lajmi fundit të fleshi është urdhrat e policisë u deformuan në terren, në formulë. Po, deformuan dhe ja lë pak policisë tani që të reflektojë. Dhe ti ke një absurditet që ndodh që ti futesh në stadium dhe ku të heqin diçka, policia thjesht të thotë pse po ma heq këtë send personal, pyet FSHF-n. Domethënë kur shkon në FSHF thotë ne kemi dhënë. Domethënë bëhet një pasim topi shumë i pisët dhe asnjë nuk marr përgjegjësitë e veta. Dhe në këtë rastin e deklaratës, fundja fundit edhe federata do të marrë disa përgjegjësi që thotë tu kemi gabuar neve ose policia ka tejkaluar atë që ne kemi kërkuar dhe këtu prandaj ne insistojmë edhe do insistojmë më shumë që policia në stadiume mos ketë vendin. Vendin ta kenë tifozët. Dhe kërkesa jon paktën në këtë drejtim është të bëjmë ç'a kanë shtetet europiane. Po pastaj japin tifozët garanci që nuk do krijojnë. Nuk është çështje nuk është çështje tifozës së dhunës. Është çështje e ligjit dhe rregullave. Policia ruan rendin, ruan fushën dhe nuk futet në stadium tek prona e tifozëve. Stadiumi, tribuna është prona jon, prona e neve që jemi aty. Dhe rasti i që thua ti do e kontrolloj do të dhunën policia, dhuna kanë mbi 200 kamera në stadiumin Elbasan Arena, mbi 200 i kanë në stadiumin Shkodër, shumë mirë, ndodhi e gjej kush e bëri, dënohe, ne nuk kemi që jo kolektivisht, dënoj individin që e bën, sepse domethënë kjo shteti funksionon me ligje, nuk funksionon me dhunë. Domethënë edhe na shtëpia mund na heqin thikat neve, po prapë do ndodhin sërzimi. Jeni shumë të vendosur se do të vazhdoni bojkotin tuaj deri në një vendim më të fortë se ky reagimi që morëm nga federata. Kjo është sa do të vazhdoj ky bojkot, çfarë do doni të testoni në këtë bojkot? Sepse është e rëndësishme për ajo që ne kërkojmë nuk është që po kërkojmë na federata ndoshta mund të kërkonim në një tip mbështetje që mbështetje më të madhe në sensin që të jemi bashk kundra
ta kthejmë ndeshjen në eveniment, jo në dhunë, jo në kallash, në ato pamjet shumtuara që ishin ndeshjen e Izraelit. Merri gjithë fotografitë të ndeshjes me Izraelin, nuk ke një foto që të jap anën sportive. Gjithë ndeshja është me policin me kallash në krah. Fokusimi aty dhe armët e policive dhe kjo sjell atmosferë sportive. Dhe prandaj federata duhet të jetë bashkë me ne për ta denoncuar këtë pjesë të qenov. Edhe në Zvicër kemi qenë kontakte me policinë e shtetit atje, dhe në Zvicër kanë qenë diku te 4000 forca, ku kemi pas një ndeshje në Luzer, 4000 forca policie, as 2-3 policë nuk kemi parë ku jena futur në stadium, sepse policia është mbështetëse, rrin diku, në moment që eskalon situata, ka manovrat e veta që cilat ndalon në dhunën. Kaq, nëse ti ndez një flakadan në Europë, ai shumë mirë nuk të bën panik, ai thjesht të arreston, ve gjobën edhe vazhdoj lumë të bëhe prapë. Domethënë, funksionon me ligje, nuk funksionon me bllokim. Domethënë, ti do të jesh qytetar i lirë, të bësh demokracia që është. Është çështje domethënë për te futbollit ka të bëjë me dinjitetin qytetar fundit. Po, domethënë, edhe nuk mund të thuash fitoj, edhe në rastin e Serbisë, fitoj qytetaria, nuk fitoj qytetaria, fitoj dhuna. Në rastin e atij stadiumit të represuar nuk fiton qytetaria. Qytetaria është ku ti je i lirë të bësh çdo gjë dhe nuk e bën spektakli. Kjo është qytetari. Domethënë qytetari, kjo është, nuk është që Mirë, federata vjen të theksoj që do t'i mungoj spektakli aq i madh i tifozëve kuqezi nëse ju do të vazhdoni bojkotin tuaj, gjithsesi mbetet për të parë kjo në kuadër edhe të asaj se çfarë do të flasin palët. Ne ju falenderojmë çishi. Falenderojmë dhe juve. Faleminderit që ndatë me publikun ton gjithë këto shqetësime që kishit. Faleminderit. Faleminderit. Shkojmë përsëri në publicitet dhe kthehemi pas pak. Na ndiqni.